Nisme Bashkisë së Bulqisës për të dhënë tokat e fondit pyjor e kullosur për ndërtimin e parqeve fotovoltaike kundërshtohet fort nga blegtorët. Këta të fondit kërkojnë që kjo nismë të ndalet pasi është në dëm të tyre dhe të blegtorisë në të rësinë në Bulqisë. Në një kohë që numri i krerëve të blegtorisë në të gjithë vendin është në rënje nga viti në vit, zënia e kullotave me parqe fotovoltaike do të jepë një goditje akoma më të rëndë. Hamza Marki është një nga blegtorët më të mëdhenj në zonën e Bulqisës. Ai ka firmën e tij me 550 krerë dele, të cilat i kullohet kryesisht në zonën e Gjoricës. Unë kam rreth 550 copë dele dhe i kam të ndamë në 3 tufë. Kjo është tufa e thellave. Tufa e shterpave është me një vend tjetër dhe tufa që kam pjell janë këshpia, me stalla. Shteti vetëm me subvencionin që na ka dhënë, ato 12.000 lekë për dele, tjetër gjë nuk kemi asnjë lloj ndihme. Edhe kemi ca kojë fshati këtej që ka pas dikur të parë tani kam bler. Edhe këta po me sa ngjojmë parashikoj që të vëjapin ca oligarkëve për t'i bërë panele diellore. Dhe kjo punë bëhet për me na shkatërruar si rrënjë ekonomisë, si baza kryesore e ekonomisë fshatit. Ky është moshë vogël me blegtori, edhe jashtë shtetit në emigracion me blegtori, edhe këtu me blegtori. Gjithçka shitet, avash, jo shumë shpejt, po avash shitet. Me vështirësi shitet, gjithçka. Japim një bazë në Bulqisë. E merr bazën nga shtëpia, merr. Sipas vendit edhe këtu vështirësi ka, edhe e ka vështirësitë vetë, edhe ne tonat, gjithë kemi vështirësi. Unë për tani kam 4, kam 2 kam këtu, 1 kam këstalla dhe 1 kam kështerpat. Dëgjesa e fundit publike e zhvilluar nga Bashkia e Bulqisës për dhënien me qira të fondit pyjor e kullosur subjekteve të interesuara për ndërtimin e një parku fotovoltaik e ka shqetësuar blegtorin Marke, i cili thotë se nëse realizohet do të detyrohet të çesë delet. Gjithçka me vështirësi, po i paguajmë, po më tepër ndihmon edhe emigracioni se kemi në emigracion, kam djalin atje që punon. Njëherë shkon ai, njëherë shkoj unë, që të mos e lëm edhe këtu vendin vet, gjithçka. Po blegtoria është dashuria e modhi që kemi, është dashuria e pasioni që kemi gjithë jetën tonë për blegtori, po përpiqemi. Ne kemi dëshirë t'i majmë. Mirë, po pengesat janë shumë të vështira, janë pengesa kemi shumë, sidomos nga ana kullosës. Se kullosat që kemi këto kojrit e fshatit që kemi ne, diku janë zonë, diku po i zem për panele. Dhe kemi frikë që t'investojmë, të hesim më përpara për investim, kemi frikë. Vetëm nga kullosat, asgjë tjetër. Tjerat avash i bëjmë. Unë kërkoj nga shteti vetëm të gjithë kullosat që kemi si fshat, kullosat që të na në vi bashkia dhe të na jap ne me qira, kundrejt një pagese, se ne po paguajmë tokat e privatëve gati 5 fish. A kupton? Një qira, siç e ka bashkia, siç e ka projektin e vet bashkia, të paguajmë qira, të marrim tokat kullosat, edhe në bashki të paguajmë edhe delet mos i heqim. Blegtori Hamza Marke kërkon që Bashkia e Bulqisë të jetë në krah të tyre për të ndihmuar zhvillimin e fermave si e tija dhe jo të detyrojë ato që janë aktualisht të shtuken.